zhvillimi në karrierë i gruas është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse i ndihmon në përgjithësi zhvillimit të shoqërisë tonë. Pse jo me zhduk mendimin patriarkal që vetëm gjenia mashkullore mund me udhëheq një industri të rëndë ose një pozitë udhëheqëse, me dëshmu që na muj me bë atë, muj me çu atë punë që nuk është për neve. Në këtë nismë shumë të rëndësishme, posaçërisht për gratë në Kosovë, mu personalisht më kanë ndihmuar shumë. Përveç që hapjes të horizonteve dhe për perspektivave të ndryshme, e cila ka mundësu ditët e trajnimit gjatë këtij projekti, ka qenë edhe fokusimi në aftësitë cilat i kanë gratë që i kemi ne, edhe përdorimi i tyre në ngritjen tonë profesionale dhe personale. Sa i përket trajnimeve që i kemi ndjekur, deri më tani në kuadër të organizimeve që i ka bërë CSR Kosova, ne kemi përfituar jashtëzakonisht shumë, sepse i kanë ndihmuar zhvillimit tonë në karrierë edhe ndoshta përmirësimit të proceseve ose të punës në përgjithësi se sa e kemi bërë në raport me këshillimin, mentorimin që e kemi marrë nga profesorët me cilin kemi pas rastin të punojmë e sidomos i kisha avu pa mentorimin nga mentorët tanë. Projekti ka përfshirë disa etapa, përfshirë edhe trajnimet, po edhe përfshirë periudhën e mentorimit, ku ne kemi përfitu qoftë nga trajnimet, jo vetëm në aspektin e marrjes së informatave dhe të dhënave që na është ofru prej trajnuesve, profesorëve, por po ashtu edhe në krijimin dhe rrjedhimin me kolegët, me bashkëpjesëmarrësit që kanë qenë në trajnim. Trajnime të tilla si kjo, sidomos prej fillimit të projektit, fazat në vazhdimsi janë qenë super të mira për me pa që sa më shumë që kemi gjithë përfshirje në kompani ose në çfarë pozicione vend ndihmon që me pas vendimarrje më të mira. Nga ky trajnim kemi kuptuar më shumë që transformation leadership është një nga mënyrat më të mira të udhëheqësisë. Gjatë periudhës të mentorimit ka qenë shumë interesant edhe shumë i mirëseardhur ndarja e eksperiencave. Ka qenë një trajnim mjaft informues, mentori ka qenë shumë i saktë, shumë preces edhe shumë i kuptueshëm. E përgëzoj CSR-in edhe për implementimin e këtij projekti fantastik, prej cilit kemi marrë shumë, gjithashtu edhe donatorët, cilët e kanë bërë mundur implementimin e këtij projekti.